Allahu i lartësuar na ka treguar për pejgamberët e tij se vazhdimisht i kërkojnë atij falje dhe pendohen tek ai. Për dy prindrit tan alayhimus salam ka treguar se kanë thënë Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Zoti ynë, ne i bëm të padrejt vetes son. E nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne do të jemi të humbur. Për Nuhun alayhi salatu wassalam ka thënë Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. O Zoti im, më fal mua, prindrit e mi, ata që hynë në shtëpinë time si besimtar dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Për Musain alayhi salam ka thënë Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. O Zoti im, unë i bëra padrejtësi vetes, prandaj më fal, dhe ai ja fali. Për Sulejmanin alayhi salam ka treguar se ka thënë Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. O Zoti im, më fal dhe më jep një pushtet që nuk i takon askujt pas meje. Ti je dhurues i madh. Vullën e të dërguarve të tij, pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ka urdhëruar dhe i ka thënë wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Kërko falje për gjunahun tënd dhe për besimtarët dhe besimtaret. Dhe na ka urdhëruar ne që të bëjmë istighfar. Ka thënë fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Drejtohuni në udhë të drejtë për të dhe kërkoni falje atij. Në hadith kutsi, Allahu i lartësuar thot Ja ibadi, innakum tukhti'una bil-lejli wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. O robrit e mi, ju gaboni natë e ditë, dhe unë i fal të gjitha mëkatet. Kërkoni falje tek unë që t'ju fal. Transmeton Muslimi. Si dhe në ajet, Allahu ka thënë: "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Kush bën një të keqe ose i bën padrejtësi vetes, pastaj i kërkon falje Allahut, do ta gjejë Allahun falës dhe mëshirues. Në hadith kutsi, Allahu i lartësuar thot: "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ma kana fika wala ubali." O biri Ademit, përderisa më lutesh dhe shpreson tek unë ta fal çdo mëkat që e bën dhe kjo nuk është e madhe për mua. Transmetojnë Tirmidhiu dhe Ahmedi dhe Albani e bën sahih. Allahu ka thënë: "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Allahu nuk i dënon ata përderisa ata kërkojnë falje. Prej dobive të istighfarit është se ai i largon brengat, i zgjidh problemet, e sjell rrezikun dhe e nxjerr njeriu nga ngushticat. Nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib." Ati që vazhdimisht bën istighfar, Allahu i jep zgjidhje nga secila breng, i bën rrugdalje nga secila ngushticë dhe e furnizon nga se ka menduar. Transmeton Ebu Davudi, Nesaiu, Ibn Majah dhe Ibn Bazi thot sahih. Shtimi i istighfarit është shkak për rënien e shiut, shtimin e pasurisë, furnizimin me fëmijë, mbirjen dhe mirëqenien e të mbjellave dhe pemëve dhe për shtimin e ujrave. Allahu i lartësuar thot, duke i treguar fjalët e Nuhut alayhi salam, se ka thënë: "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Thash, kërkoni falje Zotit tuaj, sepse ai është falës i madh. Atëherë do t'ju lëshoj prej qiellit shi të bollshëm, do t'ju furnizoj me pasuri dhe me fëmijë dhe do t'ju jap kopshte dhe do t'ju jap lumenj. Për Hudin alayhis salam tregon se i ka thënë popullit të tij: "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." O popullim, kërkoni falje Zotit tuaj dhe pendohuni tek ai.
atëherë do t'ju lëshoj shi të bollshëm dhe do t'ju ashtoj edhe më shumë fuqinë e mos u largoni si kriminal.